shikues të televizionit të UTA, përshëndetje edhe sonte nga studio jon. Ju dëshiroj të gjithëve edhe sot një ditë, le të themi, një agjërim të pranuar edhe uroj që të gjithë së bashku në iftarin që po e presim të kaloni sa më mirë edhe ndoshta jeni duke shkëmbyer vizitat apo jeni duke pritur miq. E kur them duke shkëmbyer vizita e duke pritur miq, Ulqini fatmirësisht do herë është vendi mikpritjes edhe ka një lidhje të fortë posaçërisht me Kosovën. Edhe në këtë muaj të Ramazanit nuk na mungojnë miq edhe mysafir nga Kosova. Është kënaqësi që në këtë ditë sot do të flasim për një temë të veçantë, por nuk po e zbuloj që tani sepse një herë dua të prezantoj mysafirin edhe të flasim pak pikërisht për të. Është kënaqësi që nga Kosova, pikërisht nga Prizreni, na vjen Hoxh Enes Limani. Përshëndetje, mirë se na vini në studio. Përshëndetje, mirë se u gjejmë. Është kënaqësi e thash që t'jeni në Ulqin, por vetë lidhja juaj me Ulqinin si do ta përshkruani të shkurtimisht? Atëherë, bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimi i takon Allahut xhela shanuhu ve xhela xhelaluhu. Selam, salavat dhe përshëndetjet tona më të ngrohta, më të përzemërta, më të sinqerta janë mbi Muhammedin alayhis salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimdrejtët. Veçanërisht me që jam mysafir në Ulqin, selamat qofshin mbi gjithë shqiptarët dhe mbi gjithë besimtarët musliman në përgjithësi të shtetit të Malit të Zi, e posaçërisht mbi komunitetin shqiptar, të cilit neve po i drejtohemi nga kjo shtëpi e cila është zëri i tyre, duke lutur Zotin e plotfuqishëm që agjërimet e tyre, ibadetet e tyre, angazhimin e tyre që e bëjmë për Allahun xhela shanuhu ve xhela xhelaluhu, Zoti i plotfuqishëm t'u pranoj. Zoti i plotfuqishëm t'u gëzoj zemrat me mirësi, me bereqet, me dashuri, me harmoni brenda familjes, brenda komunitetit dhe t'jenë reflektim edhe për të tjerët. Sigurisht që në këtë muaj prej bereqeteve të mëdha është që qyteti i Ulqinit jo vetëm më për mua që më lidh që nga fëmijëria në këtë qytet në vazhdimsi, po vim edhe në gjatë jo sezonës verës, po edhe gjatë sezonës dimrit, vim për me pa dhe për me shijue nostalgjinë të cilën e kemi për këtë qytet, për njerëzit e këtij qyteti, për vendalit e këtij vendi që ka një zemër të madhe, një fatbardhësi të madhe, edhe një mirësi që Zoti ju ka sjellur që keni aq shumë xhamia brenda qytetit, edhe të cilët fatmirësisht, elhamdulillah Zotit, jeni prej besimtarëve të mirë, të veçuar e të dalluar. Kështu që po aq sa vi unë prej një qyteti turistik, e që nuk është hera parë që jam në këtë studio, aq shumë është edhe një qytet juaj, do të thoja jo i vogël, po do të thoja që ka një zemër të madhe dhe një mikpritje të mahnitshme. Andaj mirësia më madhe e bën kur neve jemi në këtë muaj të bekuar dhe ju shohim për çdo ditë dhe vrejmë për çdo ditë me fuqi, me takatin dhe me mundësinë që ju keni, ju qasnu me tribuna të ndryshme, institucioni i Bashkisë Islame në qytet është jashtëzakonisht me një punë maksimale, kryetari, kryeimami, sekretari dhe të gjithë ata të cilët po mundohen që komunitetit në këtë qytet mi ofrua aromën, kënaqësinë dhe ngrohtësinë e agjërimit dhe qytetarët vrehet që e presin me kënaqësinë më të madhe. Atëherë unë jam Enes Limani, jam imam në qytetin e Prizrenit, në xhaminë e Dëshmorëve Martirëve, po prezantohem për të disa të herë. Si është Prizreni në këtë muaj? Prizreni në këtë muaj është jashtëzakonisht në kulmin e bukurisë, hijeshisë, dhe e rëndësishme është në kulmin e ibadetit, sepse Bashkësia Islame në qytetin e Prizrenit organizon vazhdimisht organizime të fuqishme, kur nifet që qyteti i Prizrenit ka mbi 40 xhami dhe me rrethim mbi 100 xhami, edhe për këtë arsye namazi dhe ibadeti e vlera që mundohemi me i dhënë këtij muaji të bekuar dhe për të arritur shpërblimin brenda këtij muaji, do të ishte një vrapim i cili tek Allahu xhela shanuhu do të shpërblet me shumë fishin e çdo mirësie që ne bëjmë. Sa vite u bën në këtë mision, le të themi, për të përçuar edhe më shumë zërin edhe fjalën e Zotit të të gjithë ata që dëgjojnë edhe të shohin? Unë imam jam diku rreth 24 apo 25 vite plus minus, për me angazhimin tim në vende të ndryshme, në perëndim jashtë vendit, brenda institucionit, dhe i stimuloj të gjithë djemtë e ri, vajzat e reja,
që le të jenë ata të cilët e frekuentojnë medreset e Prizrenit, Prishtinës, Gjilanit, po ashtu Fakultetin e Studimeve Islame, e shumë gjona të tjera, në të cilat lartësohet fjala e Zotit dhe patjetër një student i mirë, një nxënës i mirë, një medresant i mirë do t'i sjellë të mira jo vetëm familjes, jo vetëm vetvetes, po do t'i sjellë të mira vendit vet, atdheut vet, qytetit vet, qytetarëve vet dhe gjithë njerëzimit. Për këtë arsye një njeri i cili është i drejtuar rrugës së Zotit, qoftë hoq, apo qoftë qytetar i thjeshtë, apo qoftë kryetar komune, apo çfarëdo që të jetë, nëse i përullet Zotit plotfuqishëm, Zoti plotfuqishëm do ta ngaraj figurën e tij, do ta lartësoj fjalën e Zotit, do ta lartësoj fjalën e tij nëpërmjet gojës së tij, duke individi duke lartësuar fjalën e Zotit do ta fitojë inshallah dhe xhenetul firdosin. Andaj angazhimi im është që disa vite si imam në nivele të ndryshme, përveç si imam unë shërbej edhe në aktivitete tjera, sepse nivelin akademik kam edhe tjetër shkollë të kryuar. Për këtë arsye, thash edhe një herë, një musliman i mirë, një besimtar i mirë, është si një kandil që ndriçon për të tjerët. Dhe mendoj që ky qytet ka qenë kandil dhe do të mundet vazhdimisht me qenë edhe kandil edhe për të ardhmen. Se cila fjalë që ne përcjellim përmes këtij emisioni, padyshim që është një mesazh edhe një temë në vete mund të dalë themi nga çdo fjalë që ne sjellim. Por sot do të fokusohemi tek shtyllat e kufrit. E dim që Islami ka 5 shtyllat kryesore, le të themi, por nga ana tjetër dim që Islami ka edhe shtyllat e mosbesimit. Nëse do t'i rëndisnim sa janë, edhe t'i shtjellojmë njëra pas tjetrës pak. Atëherë edhe një herë, me që tema është përzgjedhur që të flasim për çështjen apo elementet apo shtyllat e kufrit, fillimisht duhet me kuptuar që Islami është i bazuar mbi 5 shtylla. Dhe neve mund të bëjmë gjithçka, por Islami ka 5 shtylla themelore. Për me qenë musliman, duhet mi ditë, mi njoftë, mi veprua dhe me punua në bazë këtyre 5 shtyllave. Shtyllat e një muslimani që do duhej ju përmbajt. Po paraprakisht kemi dhe 6 kushtet e imanit. 6 kushtet e imanit janë kushtet e besimit. Njeriu mundet me qenë besimtar dhe mundet me qenë jo besimtar. Për këtë arsye Allahu xhaleshanu në Kur'an ju drejtohet njerëzve ja ayyuhalladhina amanu, edhe kur ju drejtohet globit ju drejtohet ja ayyuhan nas. Ju drejtohet gjithë njerëzimit, o ju njerëz. Dhe kur Zoti na drejtohet ja ayyuhalladhina amanu, sikur na xherim, o ju që keni besuar, u është bërë obligim muaji i Ramazanit, siç ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, që të jeni të devotshëm. Na është drejtuar dhe është privilegj nëse ti je në grupin e atyre të cilëve Zoti ju drejtohet, o ju që keni besuar. Sepse çdo vepër tjetër në mangësi të besimit nuk ka efekt tek Allahu xhaleshanu. Për këtë arsye besimi duhet të qenë shumë i rëndësishëm. Dhe kushtet e imanit ju fort mirë dini. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që e njohin të gjithë thot amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa sharri min Allah taala. Thot që të besuarit është të besuarit në Zotin e plotfuqishëm, të besuarit me lajket e tij, të besuarit në librat e tij, në pejgambert e tij, në ditën e fundit dhe çdo gjë që ndodh me lejen dhe caktimin e Allahut azza wa jall. Dhe pastaj e kemi 5 shtyllat e Islamit. Një njeri mundet me qenë besimtar, mirë po mundet me lëshu ndonjën prej shtyllave të Islamit. Kurse një njeri që mundet me qenë vetëm musliman, mundet mos me qenë edhe besimtar. Se dikush mundet mekanikisht me falë namaz këtë mirë, po nëse besimi në Zotin nuk e ka, qysh kërkon Zoti plotfuqishëm, atëherë metet vetëm një mekanizëm dhe nuk e përfundon përgjithësi çështjen të cilën është kërkuar. Andaj, kur njeriu e beson Zotin e plotfuqishëm, qysh Zoti dëshiron, jo qysh na merr mendja neve. Jo qysh mundën me përshkruaj dynjaja Zotin, po qysh Zoti e ka përshkruajt veten në Kur'an, ashtu neve duhet me besu Zotin e plotfuqishëm. Atëherë do t'i kemi më lehtë me veprua 5 shtylla të Islamit, ku Muhamedi alayhis salam thot buniyal islamu ala 5. Feja islame është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, të thuash se nuk ka të adhuruar tjetër posa Allahu xhaleshon me merit plot, dhe se Muhamedi alayhis salam është pejgamberi i tij. E dyta, të falësh namazin, të japësh zekatin, të agjërosh muajin e bekuar të Ramazanit dhe për ata të cilët kanë mundësi të shkojnë në hax. Kur i plotësojmë neve çeto, jemi edhe besimtar, po jemi edhe musliman praktikant.
Dhe një besimtar është edhe musliman. Një musliman mundet mos me qenë edhe besimtar, por do t'ishte perfekt, ajo me të cilën më së miri neve do duhemi ju qas vetvetes tonë fillimisht dhe gjithë njerëzimit, është që me qenë besimtar, musliman, praktikant, sepse ligji i Zotit plotfuqishëm është mbi të gjitha ligjet që i njohim, mbi të gjitha sistemet që i njohim, mbi çdo gjë që ka krijuar dhe ka prodhuar mendja njerëzore, që ka ndërtuar mendja njerëzore, ligji i Allahut është mbi të gjitha. Edhe një besimtar do duhen këtë frekuencë dhe këtë moment me besua. Andaj, kur neve i kemi të kompletuar këto, atë çka duhet me kuptue kushtet apo shtyllat e kufrit. Çka në kuptoj me fjalën kufër? Sepse popullit duhet mi fol me gjuhën që kupton. Neve mund vina këtu me fol gjithë ditën gjuhën arabe, mundi me fol gjithë ditën gjuhën angleze, mundi me fol gjithë ditën gjitha tabonet e ndryshme. Mirë po popullatës duhet me i fol me gjuhën që populli e kupton. E me që Zoti neve na ka mësue me ju fol popullatës me gjuhën që kupton, fjala kufër do me thonë mos besim. Kur njeriu nuk beson Zotin e plotfuqishëm, ose kur njeriu i përshkruan Zotit plotfuqishëm elemente që nuk i takojnë madhështisë së tij, ose kur njeriu e devijon besimin e tij duke besuar diçka tjetër. Për shembull, shpeshherë neve e njohim në botën tonë që njerëzit për Zot të marrin kuediune, idhuj, për Zot marrin kafshët, për Zot marrin yjet, për Zot marrin qiellin. Për Zot dikush e mendon që atje është një plak i madh dhe merr urdhra etj. Dikush tjetër beson elemente të ndryshme. Mirë po, Islami neve na mëson që neve nuk duhet me besu as në varre, as në bestytni. Dikush hala ka besim që nëse maca e zesja pret rrugën atij do t'i vaj puna keq. Dikush mendon që nëse lexoj horoskopin unë do. Këto janë devijimet në thelb të besimit. Një musliman nuk merret me kurrë tjetër dhe kupton se ato që e ka shkruar Zoti dhe caktimi i Zotit është vetëm dorën e Zotit. Mirë, mund dalem vetëm tek diçka këtu se ne ndonjëherë themi nuk e besoj, por thjesht më ka mbetur ashtu. Kupton? Gabojmë edhe këtu kur themi nuk e besoj, por po kam frikë se më kaloj një mace. Marr për ironi ndoshta. Atëherë kështu, në mesin e gjitha gjonave që duhem me kuptu. Për shembull, vallahi hoqëm kamet, unë me lexuar horoskopin, jo që besoj, po në fund po e lexoj hajt baza edhe nëse nuk e beson. Vetëm po e lexoj për kurreshtje. Sipas hadithit pejgamberit asam 40 ditë namazi nuk i pranohet një njeriu i cili tenton vetëm me dëgju llafin e magjistarit se nëse e beson atëherë e vën rrezik besimin e tij. Për këtë arsye do të ishte më së miri që një musliman e dihet që caktimi i Zotit, madhështia që Zoti neve na ka prunë këtë dynjë. Nuk na ka pyet kon po dëshirojmë me pas babë dhe nanë. Nuk na ka pyet dëshirojmë me qenë shqiptar, bosnjak, malazes apo çfarëdo që të jemi. Nuk na ka pyet dëshirojmë me qenë të bardhë apo të zinë, të gjatë apo të shkurt. Nuk na pyetën Zoti plotfuqishëm nëse do të lind dielli ose jo. Nuk na pyetën Zoti plotfuqishëm se çka do. Atëherë nëse neve Zoti krejt këto na ka krijuar, neve çfarë do duhet me bë? Neve do duhem ju nënshtruar Zotit, që thot Zoti plotfuqishëm për besimtarët e drejtë. Ata thanë ne dëgjuam, besuam dhe u nënshtruam. Pik. Nuk marrin për bazë kurrë tjetër. Ato që ka shkruar Zoti në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye, një musliman i mirë, sidomos në Ramazan, do duhem i shmang, jo unë po shkoj me dhes një qiri aty në te varr, jo unë po shkoj me disa lek aty na, unë po shkoj me bën ana shkaloni, muslimani ka pasër, beson Zotin një, sepse ardha Muhamedit alayhisalam është me shmang idhujtarin, është me shmang bestytnin. Dhe neve çfarë po bëjmë si musliman? Apo krijojmë idhujtari dhe bestytni nëse fillojmë, jo po shkoj filon vendin me çit pak parë, jo po shkoj filon varrit të sillëm, jo ta puthi filon gurin, jo ta vë filon penin çaf, jo prejti maca udhën, jo pash ëndër këto gjona të cilat neve do duaj me pas kujdes për mos me dëmtu besimin ton. Andaj, kur jemi të shtyllat e kufrit, do duhet çka mundet me çuë ty të rin mos besim. Me kuptuar çka mundet me çuë ty me prish besimin në Zotin, me prish besimin në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si pejgamber dhe pejgamber tjerë, me prish ato të cilën neve kemi specifikuar që është ligj mbi ligjet e gjithçkaje. Dhe kur ti e kije të pastër besimin, atëre kupton çka mundet me çuë ty te mosbesimi. Fjala kufër nën kupton në mosbesim. Dhe gjitha degët që çojnë te mosbesim.
shtyllat e kufrit janë 4. Dhe e para rezulton që kanë vlerë të njëjtë? Fatkeqësisht të gjitha janë hallka njëra me tjetrën. Dhe prej të parave është dhe më keqja dhe më rrezikshmja dhe më e vështira dhe që më së shpeshti bëhet është mendje madhësia. Mendje madhësia është një element, një shtyllë e cila çon drejtën kufër. Zotën shejtani lanetullahi alej bëri pikërisht mendje madhësi ndaj krijesës njeri. Dhe Allahu Azza wa Jall e largoi prej rrethit të me lajkeve. E nxuar jashtë vendit ku ishin ata të cilët Allahu Gjeleshanu i kishte privilegjuar. E largoi për shkak të mendje madhësisë. Mendje madhësia është një element që neve shpeshherë krijojmë edhe në raport me popujt tjerë. Shpeshherë krijojmë edhe në raport me njerëzit tjerë. Shpeshherë krijojmë raport edhe me familjarët. Shpeshherë krijojmë raport edhe me shoqërinë. Për shembull, për elementeve të mendje madhësisë, njeriu mundet me përbus një popull tjetër. Unë jam shqiptar dhe bosnjak nuk bëjnë, kushtimisht. Ose një bosnjak thotë, unë jam bosnjak dhe filon populli nuk bën. Allahu Azza wa Jall ka zbritur ajet kuranor mos të tallët një popull me një popull tjetër, se të përqeshurit mundin me qenë më mirë se këta që po i përqeshin. Për këtë arsye, edhe në këtë pozicion, sidomos djemve të ri dhe motrave të reja që do ta ndërtojnë jetën, keni kujdes mos boni mendje madhësi, as në dukje, as në të folur, as në sjelljet tuaja në raport me shoqërinë. Keni kujdes në klasat, në shoqërinë, në shkollat e juaja, mos i bullizoni fëmijët tjerë, mos u bullizoni shoqërinë tjerë. Ka mundësi dikush me pas syze, ka mundësi dikush mos me mujt me fol pastër, ka dikush mundet për shkak të dhimbjeve të gjurit me çalue, ka mundësi dikush mos me mujt me qëndrue drejt, ka mundësi dikush nuk i ka anën financiare si duhet mu vesh dhe mos të krijojmë mendje madhësi, ti nuk din, ti nuk bën, ti pse ke syza je i verbër, pse mundesh me çalue pak je topall te neve që shtojmë. Keni një kujdes sepse mendje madhësia është një element shumë i rrezikshëm që ty ta ngreje nivelin ton të vetë pëlqimit i cili të çon deri në atë nivel, i cili ta dëmton karakterin, punën, angazhimin, mendjen dhe çdo gjë tëndën, e cila të dëmton besimin në raport me Zotin e plotfuqishëm. Po nëse je edhe praktikues, le të themi fal 5 vakt namaz, nga ana tjetër e ka mendje madhësi. Prapë unë po të them, njeriu mundet me bën shumë të vepra të mira, mundet me dhon angazhim të madh. Mirë, po mundet me pas edhe këtë element. Atëherë, çfarë duhet me bën? Njeri kur është i sëmur, po marrim shembull gazetarën që kanë përballë, është vajzë e mirë, gjitha i ka, po kjo në vetë e ndin veten që ka ndoshta dhimbje të lukthit, të stomakut, ose ka ndonjë problem shëndetësor, inshallah jo kur s'bën vakia, po ka ndonjë problem shëndetësor të zemrës ose të mushkrive, çfarë duhet me bën? Duhet me shku ti në parim në dukje je mirë, shëndosh gjithë, po ti në vetë e një që po lëngon diçka. Dhe çfarë masa duhet me marr? Duhet me shku te mjeku, mi bot gjitha analizat, mu evidentuat prej çfarë problemi vuan dhe kur e analizon dhe gjen për çfarë problemi po vuan, atëherë është kollaj. Kur e gjen sëmundjen është kollaj. Atëherë fillojmë edhe mjeku t'jep barna, t'jep ilaçe, ti rekomandon shujtat e ushqimit, të rekomandon nëse je mbi peshë me ra, nëse je nën peshë mu ngrit, etj, dhe ti kadal e sanon problemin. Dhe nëse një musliman, fatkeqësisht, për shkak të ambientit përreth, për shkak të familjes, është rritur dhe është praktikues, po brenda vetes e ka edhe këtë elementin e mendje madhësisë, në mënyrë urgjente duhet me gjetë problemin dhe me fillue me e shërue këtë sëmundje dhe me largun nga vetja. Sepse një musliman, një njeri që e ul kokën para Allahut Azza wa Jall, nuk guxon para kërkuj me ngrit kokën. Përveç se nëse Allahu Gjeleshanu e lartëson si individ të pastër. Andaj, nëse një musliman i mirë, një besimtar i mirë, e falendron Zotin, është i përulur ndaj Zotit të plotfuqishëm, motër e ndershme, motra të ndershme dhe vëllezër, gjithandej ku jeni, besoni që nuk keni nevojë për mendje madhësi. Në shpirtin e juaj, në loçkën e zemrës juaj, do ta ndjeni që Allahu Gjeleshanu për ju ka përgatitur xhenete, për ju ka përgatitur sukses në këtë dynjë, po ka përgatitur sukses edhe në dynjën e ardhshme. Pastrone qëllimin tuaj, niyetin tuaj, pa shamadhnin e Zotit. Zoti ty, nëse je gazetare, ka me të lartësue, nëse je imam,
ka me të ngritur nëse je qytetar i thjesht, ka me ta dhon xhenetin nëse je kryetar komune, ka me ta dhon suksesin, sepse realiteti, suksesi ynë varet vetëm tek Allahu xhaleshanu e xhaleshanu. Hallk tjetër, çfarë kemi të shtyllës së kufrit pas mendjemadhësisë? Fatkeqësisht, hallka tjetër pas mendjemadhësisë pothuajse lidhet me këtë parën, dhe është hasedi apo zilia apo në popull që shnifët smira. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka kërkuar neve që çdo mëngjes kur të zgjohemi, po dhe kur të bihemi me flajt, me kënduar 3 herë kul huwallahi, 3 herë kul a'udhu birabbil felekin dhe 3 herë kul a'udhu birabbin nasin. Pse? Sepse në suratul Felek përmendet Zoti më ruaj nga dëmi dhe e keqja e njerëzve dhe e xhinve, e posaçërisht nga e keqja e kuj, nga hasedi, zilia dhe smira tyre. Njeriu ndonjëherë fatkeqësisht dhe çuditemi edhe me veten tonë, që ty për shembull je një gazetar e mirë, ai atje mbrapa një kamerman i mirë, dikush tjetër një njeri i suksesshëm. Në brendësinë e vet njerëzit krijojnë urrëtie pa pas nevojë. Edhe përkundër pse kur njeriu fillon me të urrejt dhe fillon me të ul ty për më poshtë, de facto e ka pranuar lartësinë tonë mbi veten e vet. Mirë po ja që hasedi, zilia mundet me të bëjë dom edhe juve. Për këtë arsye vllazni, gjonat e mira që i keni, shkollën, pasurinë, mirësinë, bereqetin, mos i postoni nëpër internet. Kini fëmijë, kini evlat, kini pasuri, mos i postoni, mos i ngarkoni, mundoni mos me bërë shumë fotografi dhe rune veten tuaj prej hasedit, prej mësyshit, prej gjonave, sepse dëmton deri në atë nivel, sa që na rujt Zoti energjia atyre negative, barët e këtij, sa që mundet me dëmtu, një ditë mundet me zonë pa abdes, një ditë mundet me zonë pa namaz, dhe hasedi tyre, i smirkeqeve, i ziliqarve, është atë që i rrezikshëm, sa që në momentin që ti nuk i ke bo dhikrin e mëngjesit, ose lutjet e mëngjesit, ose nuk i ke bo lutjet e mbrëmjes, mundet me të dëmtua. Për këtë arsye, si këshill për me pështue prej hasedit dhe zilis të tjerëve, çfarë duhet me bë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush zgjohet mëngjes dhe fal namazin e sabahit, është në mbrojtjen e Allahut azza xal deri në mbrëmje. Andaj falni namazin e sabahut. Do ta keni një mburoj nga gjithçka e keqe, jo vetëm nga zilia, po edhe nga ata që ndoshta tentojnë me të mbyt, ndoshta nga ata të cilët tentojnë me të bëjnë dom, ndoshta ata të cilët tentojnë me ta ulë autoritetin etj. Allahu azza xal ka me të mbrojt, edhe nëse ti tenton me bëj gjuna, Zoti ka me të rujt për shkak që e ke fal namazin e sabahut. Dhe pas namazit sabahut bëni dhikr. Këndone 3 herë kul huwallahin, 3 herë kul a'udhu birabbil felekin, 3 herë kul a'udhu birabbin nasin, këndone 7 herë elhamdulillahin, këndone 7 herë ajetul kursin, tek neve që fnifët të spidovën, dhe pastaj thoni 100 herë subhanallah, thoni 100 herë subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ka thonë pejgamberi sa kush thot 100 herë, 99 herë subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim, dhe 100 herë thot la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, i falën 1000 gjunahe dhe i shkruan 1000 sevape. Dhe para mendoj nëse ti këto i thua, qofsh edhe ti që ki e zili ndaj të tjerëve. Se mundesh më kom besimtar, po që bret brendi çka mrenda, pse bëj me bo kerr, pse bëj me bo shtëpi, pse bëm? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më i kënaqur njeriu në këtë dunjë është ai njeri që është i kënaqur me aq sa i ka dhënë Zoti plot fuqishëm. Aq sa i ka dhënë Zoti plot fuqishëm, ai është falëndërues ndaj Zotit. Dhe Zoti plot fuqishëm thotë, e nëse ata më falëndrojnë për të mirat që ja kam dhënë, unë ja ushtoj. Andaj o vëlla dhe o motër e ndershme, ti që ja ka xhiru muajin e Ramazanit, ti që po jep maksimumin për marrësh përbrimin e Zotit plot fuqishëm, falënderone Zotin për krejt mirat që ti ka dhënë. Ka dhënë non, bab, hieshi, bukuri, shëndet. Dhe kur analizosh krejt këtë çështje, çish ka thonë Muhamedi alayhi selam, një njeri është i lumtur nëse i posedon çdo gjëna. I kanë thonë cilat janë ja Rasulullah. Tha nëse ka kul mbi kokë, e ka një shtëpi, një banesë, një ambient këndshëm ku rrije. E para, nëse zgjohet mëngjes është i shëndetshëm. Ka shëndet plot. Dhe e treta, nëse ka për të ushqyer veten dhe familjen prej mëngjesit deri në mbrëmje. Kush i posedon çdo të ri gjona, është njeriu më i lumtur në botë. Ka rahati, ka mirësi, ka njerëz që kanë miliona, mirë po nuk janë rahat. E për këtë arsye, largoni nga zemrat e juaja zilin, sepse ka thonë Muhamedi alayhi selam,
zilia, hasedi, i djek veprat e mira, sikurse zjarri qysh e djek drunt në kohë të ftofta. Për këtë arsye është shumë mirë që njeriu nëse ka veten haset në zemrat e veta, me një randi me marrë shkakun, sebepin, edhe me fillue, me ndryshue vetveten e vet. Edhe sa me pak gjëra mund të, le të themi, ta korrigjojmë veten, me pak gjëra mund të bëhemi më të mirë se sa kemi qenë ndoshta. Po e them një gjë që e kum thonë edhe në për media tjera, edhe në për televizione tjera, po edhe në ligjëratat e mia. Gjatë këtij muajit Ramazanit shpesh herë na bëhet pyetja, hoqi nderuar, a është më zor me shku në xhenet? A është më zor me shku në xhenet? Po. Dhe neve shpesher për shkak të ligjëratave që kanë tregu duhet me fal namazin, duhet me dhënë zeqat, o sa vështirë është me shku në xhenet. O sa punë duhet me bë me shku në xhenet. Gabim është matematika. Njeriu më kollaj e ka me shku në xhenet se në xhenem. Me shku në xhenem do duhej me vra dikant. Më kanë vrasës. E nëse del me vra dikant vrajnë edhe ty. O shumë e vështirë. Me shkue në xhenem du të më konë kriminel. E me qenë kriminel të vraj. Me shku në xhenem du të me ranë zina, e kur hysh me prek në muzin e tjetër kujt të mbytin. Me shku në xhenem duesh mu marrë me fajde, kur merresh me fajde, ose burgut pret, ose të mbysin edhe për fajde. Me shku në xhenem du të me punu me drog, me shku në xhenem du të me punu me alkohol, me shku në xhenem duhet mu konë mos vet. Me shku në xhenet, veç çto mos i bën, agjeroj Ramazanin, fali namazin, bën dua tek Zoti, edhe do t'jesh qytetar shembullor i shtetit tonë, po do t'jesh edhe një djalë dhe një vajzë perfekte për të qenë një musliman shembulltyr për të tjerët, sepse neve kemi vetë Muhamedit a.s. shembulltyr të gjithë njerëzimit. Një hallk tjetër është zemrimi apo jo e kufrit. Si mos zemrohemi? Çfarë nuk kupton hallk tjetër zemrimi në këtë? Zemrimi nuk i takon me pas në zemrat e muslimanëve. Zemrimi apo hidhërimi, neve krejt hidhromi nga pak, ka, këto janë elemente që duhet me pas bazë, mos mu tepërua, mos me eskalua. Për shembull, ndonjëherë njeriu hidhërohet edhe me vllaun që e ka në shtëpi. Tu i bë detyrat, ja kap motra, e gjun, e ngus njëri tjetrin, hidhërohet, zemrohet, nuk do të flas, ti nuk je vllau im, ti nuk je motra ime me kësi gjona. Është e natyrshme. Njeriu hidhrohet ndonjëherë ndoshta me sjelljen e bashkëshortës, ndonjëherë bashkëshortja hidhrohet me sjelljen e burrit. Ndoshta hidhrohesh ndonjëherë me sjelljet e njerëzve të afërm dhe të larg. Ndoshta zemrohesh me njerëzit që i ke punë. Mirë po, zemrimin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur nëse ndin veten që e hidhëruar dhe e zemruar, atëherë thotë merr abdes, sepse uji e ndal zjarrin. Dhe zemrimin e ka përshkruar pejgamberi sa sikur zjarr. Sikur zjarr e ka përshkruar. Për këtë arsye merr abdes. Nëse para abdesit shpërlaju krejt. Në mufsh. Nëse nuk mush merr abdes, nëse nuk të kalon. Je në kom ulu, nëse je ulu shtriu. Duhet me gjetë një formë dhe një mënyrë me të cilën ti do duj me ul zemrimin, se për shkak të zemrimit njeriu vret. Për shkak të zemrimit njeriu merr vendime të pamatura. Për shkak të zemrimit shkurorzohen çifte. Për shkak të zemrimit ti qosh hajt fëmis t'ja dhezi një shpull veç me kalu, mundesh me mbyt. Dhe ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me godit dikon me shpull në fytyrë. E ka ndaluar, haram është. Llogaritë tash ti me godit e vladin ton që ta ka dhënë dhurat Zoti, me godit bashortën tonë me të cilën po kalon jetën, na rujt Zoti që nim llafe e ka godit nonën dhe babën. Dhe kjo është kulmi i idiotlëkut që njeriu mundet me bë, sepse prej gjunoheve më të mëdha të mundshme është mos respektimi i prindërve. Djem, vajza, duani prindët e juaj, sepse prej 8 dyrëve të xhenetit, 8 porta i ka xheneti, njëra prej portave të xhenetit është respektimi ndaj babës dhe nonës. Hapët një portë për portave të xhenetit dhe ditën e gjykimit ju thuhet, kushdo që e ka nderuar, e ka respektuar, ju ka thonë fjalë të mira prindërve, futnu në xhenet. Dhe porta tjetër cila është jemi në Ramazan, një derë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një derë apo një portë e ka emrin Rayyan dhe në të futën vetëm se agjerusit. U bën 2. Tjerat inshallah kur të vijë emisioneve tjera do t'ju tregoj edhe për 6 dyert tjera. Për këtë arsye
zemrimin duhet me menaxhue deri në atë nivel sa që me ul veten tonë dhe mu qetësue, ose nëse dikush për antarëve, për shembull, ndoshta dikush e ka bashkëshortën më i dhake. Varet çka ka kaluar edhe në jetë, ndoshta prindrit e kanë maltretuar ose shoqëria ka maltretuar ose në klasë kanë mërzit dhe ajo më është të mbushur, më gjithë njerëzit i sheh me rezervë. Për këtë arsye është nëse bashkëshortën ose bashkëshortin e kije më zemrak, më të hidhruhet, mja gjet frekuencën qysh me qetësue. Nuk shkurorzohen njerëzit, nuk largohen njerëzit për shkak të zemrimit dhe nuk largohen edhe shkurorzohen njerëzit për shkak që e ka bo bashkëshortja një gabim 2-3, hajde për shkurorozona, ose e pas ka bo burri një gabim 2-3, hajde. I pa gabushëm, i pa të meta, i përkryet është vetëm Zoti. Neve, të gjitha krijesat e Zotit, jemi të gabushëm. Më i miri prej të gabimtarëve kush është? Është ai i cili kërkon falje tek Allahu xhaleshanu. Dhe dera e tretë e xhennetit është dera e atyre të cilët kërkojnë falje tek Allahu xhaleshanu. Dolëm edhe tek një tjetër. Patjetër. Tani ajo që e përmbyll, le të themi, këtë hallkën është epshi. Epshi është një ose ndryshe në gjuhën e popullit është kojtja, dëshira për të pasur gjithçka. Njeriu rritet me dëshirën sikur të kishte me jetue i përhershëm këtë dynjë. Dikush ka qef prej epshit vet me pas pushtet dhe fatkeqësisht mundet me përdor pushtetin për keq, po nëse do të ishte një burr i mirë për mirë dhe do t'i sillte atij përfitim edhe në këtë dynjë dhe në dynjën e ardhshme. Dikush ka epsh për mu duk une se une. Dikush ka epsh për me pas pasurit pa kontrolluar. Dhe dikush ka epsh ndoshta me ranë zina, me ranë prostitucion, ose me bo vepra të tilla. Islami nga madhështia e tij, nga hieshia e tij dhe nga globaliteti i tij, se fjala që Islami ka ardhur dhe u ka drejtuar të gjithë njerëzimit është thirrje globale. Themelet e globalizmit i ka vu Islami. Sepse Islami kur ju drejtohet, nuk ju drejtohet vetëm arabëve, nuk ju drejtohet vetëm shqiptarëve, nuk ju drejtohet vetëm amerikanëve ose evropianëve. Krejt njerëzimit, o ju njerëz ju drejtohet. Çka duhet me bë me e besu Allahun azza. Dhe Islami nga madhështia e tij e parasheh që çdo gjuna që llogaritet muslimani mes muslimanit mja bon, po ashtu edhe ndaj jo muslimanit e kemi të ndaluar mja bon. Nëse kamata, alkoholi, droga, e tjera, janë të ndaluar me unë ty me t'i bon, me t'i shit, me prod, edhe jo muslimanit e kemi të ndaluar. Kjo madhështia e Islamit. Nëse unë e kom të ndaluar me myt një musliman, e kom të ndaluar me myt edhe një jo musliman. Sepse Islami nga madhështia e tij është paqe deri atëherë kur t'ja cënojnë paqen. Islami është mirësi. Për këtë arsye epshi duhet me qenë brenda kërkesave të mundshme. Nëse i tejkalojmë dhe prekim në të ndaluarat, në haramët që i ka ndaluar Allahu azza xal, atëherë pa shamadhninë e Zotit e kemi cënuar dhe besimin tonë. E kemi cënuar dhe besimin tonë sepse Zoti plot fuqishëm ka specifikuar njeriu prej namazit deri namazin tjetër i falën gjunahet. Prej xumaz deri në xumën tjetër i falën gjunahet. Prej agjerimit deri në agjerimin tjetër i falën gjunahet. Në përjashtim që mos me bëj gjunahet më dhaja. Një muslimanit nuk i ka hije me bëj gjunahet më dhaja. E prej gjunaheve të mëdhaja është me pas epshin e shfrenuar dhe mos me pas kontroll mbi vetveten tonë. Andaj në mesin e këtyre 4 pikave që i përmendëm, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, motra, vëllezër dhe të gjithë besimtarë kudo që t'jeni, nuk pju thonë mune që juve mundni mi pas këto, po ulëm tone veten, merrni një laps edhe analizone. A kam mendje madhësi une? A kam zili në zemrën teme une? A kam haset në zemrën teme une? A kam une hidhërim në zemrën teme? Dhe a kam epsh në zemrën teme? Për nga e keqe. Po valla, më duket si duket 2 i kam. Atëherë lutë Zotin në kohë iftarit dhe në kohë syfyrit që Zoti plot fuqishëm me t'i largue dhe fillo edhe puno. E çish fillon edhe me punu me këto punë, për mi shërua këto, jep sadaka, ban dhikr, dhe më përmende Zotin, sepse Zoti plot fuqishëm thot me përmendjen e Zotit zemrat qetësohen. Je i smur, je i hidhëruar, je i mërzitur,
thuj estakfirullah, Zot falë mu, Zot falë mu, o Zot më falë mu, falë mas natës, ule veten, për pos që kur thuj estakfirullah, Zoti t'i largon problemet, brengat, telashët, njëjtën kohë ta shton pasurinë dhe të lartëson tek Allahu, tek vetvetja e tij. Më vjen keq që jemi në minutat e fundit, sepse janë aq shumë fjalët që i kemi nevojë t'i dëgjojmë, posaçërisht në këtë muaj që fatmirësisht jemi disi me vesh më të hapur, duhet të them për këto tema, por ju falenderoj që keni nda kohën një herë që t'jeni në studion e televizionit të UTA, duke dëshiruar që t'ju kemi përsëri me mesazhe të tjera dhe me ligjërata të tjera. Një agjerim të lehtë, një agjerim të pranuar, dhe besoj se gjithë ato që na kanë ndjekur do të kenë dëshirë t'ju dëgjojnë përsëri, edhe po ju bëj kështu një ftesë që tani përsëri t'jeni në studion e televizionit të UTA. Fillimisht ju falenderoj juve, pastaj institucionin e Bashkisë Islame në Ulqin, pastaj riasetin përgjithësi, gjithë qytetarët e Ulqinit për ngrohtësinë, mirësinë, miqtë e mi, dashamirët e mi, posaçërisht teleshikuesit e juaj, të gjithë agjeruesit, duke lutur Zotin e plotfuqishëm për ju, për familjet e juaja, timën dhe gjithë besimtarëve që Zoti i plotfuqishëm më na dhon mirësi, bereqet, dashuri, gëzim në zemrat tona. Me largu pikëllimin, hidhërimin, sëmundjet e telashët, me na dhon bereqetin e me na mundsua me pas një përfundim të mirë, me vdek si besimtar dhe mu ringjall afër Muhamedit a.s. Edhe si përfundim ky muaj bekuar, ndryshe mos dalshim prej këtij, pos duke qenë të falur, mos vdekshim, pos duke qenë të falur, edhe mos dalshim para Allahut, pos që Allahu me na begatue, e me na mundsua që me pas Zotin si besimtar të denj. Allahu na fal gjitha gjunahet, neve, juve dhe gjithë teleshikuesve, e na mundsoft me qenë për atyre të cilët janë në punë të hajrit. Besoni që Ulqini është në zemrat të gjithë shqiptarëve, posaçërisht Kosovës, e veçanërisht qytetit Prizrenit, dhe jeni të mirëseardhur juve të gjithëve sa herë të keni dëshirë. Zoti ju rujt, lutem që herave tjera të jemi më afër jush, po sigurisht se me shpirt, me zemër dhe me mendje, e në duat tona jeni të gjithë. Zoti ju rujt, e inshallah takohemi vetëm për mirë. Amin, faleminderit. Hoxha Slimani, faleminderit që ishim sot në studion e televizionit të UTA. Unë falenderoj Cungon Company për gjithë studion ton të rregulluar edhe për këtë muaj të Ramazanit. Bashkinë Islame, padyshim që vazhdojmë çdo ditë të përcjellim fjalë të bukura dhe domethënëse gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ju bëft mirë iftari të gjithëve, ne do takohemi në ditët në vazhdim. Mirupafshim.